Shikoni këtu në bashkinë e Shkodrës. Kjo bashki ka një kryetar bashkie që ka dalë në përgjime që ka marrë para. Është në hetim nga Spaku për korupcion. Dhe kjo nuk u bën fare përshtypje. Nuk i bën përshtypje Edi Ramës. Kryetari i bashkisë, dini apo di vetëm unë këtë gjë? 320.000 euro nëse s'gaboj. Si tha kryetari i bashkisë? 500.000 për profesorin Harvardit, 320.000 për ne pa shkollë, apo jo? E di e gjithë Shqipëria që në krye të bashkisë së Shkodrës është një ajdut. Dikush që ka vjedhur shqiptarët. E di e gjithë Shqipëria. E di dhe Shkodra besoj. Po këtyre nuk u bën përshtypje. Të gjithë e din. Por askujt nuk u bën përshtypje. Ishte Rama sot